Po jo me tregu prap me piktura. Në fakt është festive, natë festive dhe po për tregoj se unë e babe nuk e kom përjetue me varros. Kam kam punu në mision në Afganistan, jam kry mas 3 dite që ka vdek, është varros, jam kry ato procedurat edhe më ka metaj pengu që se pash. Edhe e kom nis një pikturë me u kallëzu drejten, babi ka ndrujet në 2015, e kom përfundu në 2020, në kohën e pandemisë, 5 vjetë kom punu në ta. Edhe kur nuk mu ka do ke mirë, dedikim për babën. Po mundona pa emocion me që është edhe natë festive, po është emocion me vërtet. Edhe mas 5 vjetë realizova pikën e fundit, edhe më shkoj një lotë. E lexova një piktor që kishtë tonë, dedikim që e kishtë bërë nonës aj, e thot nuk është loti jëtë, është loti i nonës, që tash inkorporohet në piktur. Edhe tash atë piktur e kam një ndër më të mirat. Nuk po foli që nuk shitet, jo se jo, po realisht është seni që, dëmon, kjo është ajo shkrirja e emocioneve që shpesh here, nuk po flasëm edhe në aspektin discharge, energjive negative, pa aty marrëm edhe energji pozitive. Dhe më edhe mbushemi, e marrëm atë fleshim për pikturave. E besoj që edhe poezia, edhe gitara, edhe piano, këto janë, dhe më gjdo artë që jep fuqi, mjekut këtë profesion që përbeso profesion i kështirë. Edhe veç realisht ne e marrëm edhe marrëm e sportivitet, po në perëndim për shembull tash e kanë bëu që Suedez bilem duket edhe pushimin tash për japin ku dush me shkue, domthon mjekut i paguhet komplet. Edhe në kuadër të PTSD-s bile kanë atë 9 muaj të beneficiume, si quhet stazhi, se është profesion realisht shumë i vështirë, po na këtu jena realisht masi kena zgjedh këtë profesion, jena për me bo ma të mirën tonë të mundshme, po edhe studentave dhe mjekëve të ri, edhe mjekëve të reja dhe profesionistëve tjerë shëndetësor, ju shka thonë që për pas lëmisë shëndetësisë më marrë edhe me një pjesë të artit. Ajo është që ku shpirti i flenë.